Tonë në një farë mënyrë tani se më përpara qytetarët prisin një reagim nga SPAK, nga drejtësia e re që të kishte një lloj ndikimi dhe një lloj vendimarrje. Tani apo e dikton agjendën politike pra Bashkimi Evropian me të gjitha këto lëvizje që po bën dhe nëse mazhoranca po humbet, le të themi, këtë kontrollin narrativ dhe lë SPAK-un dhe BE-n që të vendosë agjendën politike, çfarë rrezikohet? Po e përsëris edhe një herë, se do më pyetja prap aty sillet rrotull, mendimi im është që ka një shqetësim. Ka një shqetësim për nivelin e krimit në Shqipëri, krimi organizuar, gjitha këto, informacionet që kanë të shumta, janë këto fakte flagrante, por mbetet pikpyetje se sa këta dhe këtu hyn dhe SPAK-u vetë që ka përgjegjësi, duan një lloj ndryshimi të gjendjes që përfshin kreun e kësaj organizate, apo duan të gjejnë një formulë të ndërmjetme që edhe ata quajnë të suksesshme akoma reformë drejtësi që po ecën, po dhe ai që është kryesori të rritë, të vazhdojë të bëjë të njëjtat gjëra që ka bërë me persona të tjerë. Kjo për mua ngelet e hapur. Mirë është që kemi arritur deri këtu, e vërteta ka dalë sheshit, dhe kur del e vërteta sheshit, bëhet më vështirë për të mbrojtur. Dhe tani po përdoren gjitha instrumentat për ta bërë një gjë të tillë. Kryeministri Edi Rama deklaroi që do të ndërhyjë dhe në legjislacion. Dhe në një farë mënyre, në një plan afat gjatë, afat mesëm, qoftë afat shkurtër, kemi të bëjmë një rishikim të raportit të pushtetit dhe drejtësisë nëse vendosen precedente të tilla, pra ndërhyjet në legjislacion për të bërë mbrojtjen e Belinda Ballukut në këtë rast dhe më pas të gjithë aktorëve të tjerë politikë që janë përfshirë në të tilla afera. Nuk pyet ai. Këtu pyetja është a ka guximin të dalë hapur dhe kundër Evropës, nëse Evropa del hapur perëndimit kundër atij, sepse rrezikimi i pushtetit, nëse Evropa i rrezikon pushtetin, atëherë dy rrugë janë, o të dorëzohet, ose të prishet me Evropën.